Do të theksohet gjithashtu 10 milion euro asete e pasuri të fituara në rrugë të palishme u bllokuan në vitin 2009. Shifra u bë publike në Durrës, aty ku u zhvillua konferenca rajonale për parandalimin e pastrimit të parave. Janë bllokuar për 72 orë mbi 10 milion euro, nga të cilat 73% e tyre janë sekuestruar më pas me vendime të magjistratëve, të prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Ambasadori i OSBE-s Florian Rauning kërkoi goditjen e aktiviteteve të palishme, qofshin këto edhe të personave me status të veçantë. Hetimi i rasteve të korrupsionit dhe pastrimit të parave mund të jetë i vështirë, të zgjasë dhe ndonjëherë i rrezikshëm, sepse kërkohen burime, këmbgulje, profesionalizëm dhe inkurajim të fuqishëm nga ana e tuesve, por gjithashtu dhe vullnet të fortë dhe angazhim në nivel politik. Ekonomia shqiptare është e rrezikuar nga fenomeni i pastrimit të parave. Ndaj të pranishmit theksuan se për të arritur rezultate pozitive, duhet bashkëpunim mes palëve, duke marrë në konsiderat faktin që ky fenomen mbështetet në mënyrë të vazhdueshme në teknika të reja për t'i fshehur gjurmët të tyre. Korrupsionet në Europën juglindore.